një farforme mandat për të vazhduar diskutimet për çfarë do formimit të institucion. Po, mendoj që është qëndrim korrekt i zotit Abdigjiku, sepse në situatën kur pozita e tij si udhëheqës Lidhjes Demokratike të Kosovës është e kontestuar, është e vënë në dyshim, është në diskutim, siç tha zoti Abdigjiku, atëherë vërtet nuk ka kuptim që dikush i cili nuk dihet nëse do të vazhdojë të jetë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ta krijojë një situatë nga e cila pastaj do të vuaj Lidhja Demokratike e Kosovës, për shembull. Dhe në anën tjetër, po ashtu, një pozicion i tillë i zotit Abdigjiku nuk e lejon atë që të garantoj të gjitha votat për cilën do zgjidhë, për cilën do të mund të merreshin vesh eventualisht zoti Abdigjiku apo një delegacion LDK-s i udhëhequr nga Abdigjiku me lëvizjen vetëvendosje. Prandaj mendoj që qëndrimi i zotit Abdigjiku është korrekt, por i gjithë ky proces, për mendimin tim, pa dashur të hyjë në punë të brendshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, mendoj që hyn brenda rrëfimit apo narracionit, siç po e quajnë tash njerëzit, të zotit Kurti për t'ia lënë fajin dikujt tjetër për bllokimin e institucioneve. Ashtiqari zoti Kurti nuk është interesuar që t'i bëj institucionet, apo nuk është interesuar të paktën ta ndajë pushtetin me të tjerët, pasi nuk është në filozofinë e tij politike, në orientimin e tij ideologjik, nuk është pluralizmi politik, por është partia shtet. Prandaj po thoni ndihmon kjo Kurtin që t'ia lë fajin tash në këtë rast edhe LDK-s? Sigurisht, sepse i kemi tri pozicione. Kemi aleancën, pozicioni i së cilës është i interpretueshëm në një farë mënyre dhe zëri rrëzueshëm nga propaganda e zotit Kurti, pasi ata kanë thënë që ne nuk duam të jemi pjesë, por nuk i bllokojmë institucionet. Në anën tjetër është Partia Demokratike e Kosovës, e cila si duket nuk ka as konsensusin e mjaftueshëm për t'u qasur një lloj marrëdhënie me lëvizjen vetëvendosje, duke ditur se lëvizja vetëvendosje nuk ka një qasje pozitive ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, nuk do të hynte në koalicion në asnjë variant me Partinë Demokratike të Kosovës, por ky rrëfim mund të quhet përpara, domethënë si bllokat nga lëvizja vetëvendosje, dhe tashmë është e qartë që deklarimi sotëm i zotit Abdigjiku për pezullimin e veprimeve në drejtim të krijimit të institucioneve do të interpretohet nga lëvizja vetëvendosje dhe nga propaganda e tij si bllokat për formimin e institucioneve, me çka do t'i fajsoj të gjitha partitë e tjera politike. Zonja Shabani, këto ngjarje të fundit, pra ky zhvillim i ri i orëve të fundit në LDK tash e vështirëson